Shqipëria është gati për miqësoren e parë ndaj Izraelit. Në këtë takim do të bëjë debutimin e tij trajneri i ri Rolando Maran. Në konferencën për shtyp tekniku Kuqezi deklaroi se në stërvitjet e para ka parë disponueshmëri të madhe nga lojtarët. Elementi kryesor sipas Maran është që lojtarët të dalin në fushë dhe të kenë kurajo për të bërë ndeshje të mirë. Është e rëndësishme në fakt të theksoj që kam parë një disponibilitet shumë të madh nga ana e lojtarëve, sigurisht që nuk është e lehtë të luash në ndeshje të tilla, duke qenë se lojtarët vinë nga një fund sezoni i cili ka qenë i vështirë, stresues edhe shumë i gjatë, por janë treguar profesionistë të vërtet duke u treguar edhe disponibil në këtë rast. Sigurisht që kam shumë gjëra në mendje, por ajo çfarë është më e rëndësishme është që të ketë një skuadër sigurisht funksionale edhe që i luan këto dy ndeshje dhe ndërkohë dhe nga aspekti fizik, cilët janë lojtarët me më shumë cilësi edhe ndoshta edhe që kanë luajtur pak më shumë minuta sepse varet edhe nga performancat e tyre me ekipin. Sigurisht që janë dy ndeshje të cilat do të masin forcën edhe do duhet të llogarisim lojtarët për të dyja ndeshjet në këtë rast, por un kam parë një disponibilitet shumë të drejtë, shumë të mirë dhe kjo është në fakt ajo çfarë ka rëndësi dhe sigurisht duke shtuar këtu edhe kurajon për të dalë në fushë dhe për të bërë një ndeshje të mirë, për mua kjo është elementi kryesor. Maran pranoi se koha ka qenë e shkurtër për të përgatitur atë që pret te Shqipëria, ndërsa vlerësoi Izraelin si kundërshtar të vështirë. Sigurisht që, siç e kam thënë edhe në konferencën e mëparshme, ajo çfarë është në fokus është që të jemi një Shqipëri e cila kërkon të bëjë ndeshjen më të mirë të mundshme. Sigurisht që në kaq pak kohë që kemi pasur në dispozicion, do të jetë vështirë, ka qenë vështirë për të përkthyer le të themi të gjithë atë çfarë kemi përgatitur për atë çfarë pritet të dalë në fushë, por ajo çfarë kam parë unë dhe më ka pëlqyer është dëshira edhe motivimi që kanë lojtarët për të dalë në fushë dhe për të luajtur ndeshjet. Sigurisht që kam parë një skuadër që është e motivuar edhe do të shohim se si kjo do të përkthehet edhe në fushë. Të luash kundër Izraelit nuk është e lehtë sepse është një skuadër e cila e bën skuadrat e tjera të luajnë keq edhe në një farë mënyrë të bën shumë të vraposh pa top. Sigurisht që duhet ne të japim shumë intensitet edhe të mos krijojmë shumë hapësira për ta, por mendoj që kjo ndeshje do të jetë një test shumë i mirë dhe duke qenë test i mirë sigurisht që do të jetë stimulues edhe për ne dhe për lojtarët. Në të njëjtën linjë ishte edhe kapiteni Berat Gjimshiti, i cili u shpreh se në një kohë të shkurtër janë parë idetë e trajnerit të ri. Po, sigurisht që nuk është e thjeshtë se kemi shumë pak ditë bashkë, por idejat janë të qarta, besoj që me atë pak kohë që kemi pas, besoj që kemi shiku disa gjëra që don trajneri për këtë cikël të ri, që don nga lojtarët që t'i bëjmë në fushë dhe sigurisht që sa më shumë kohë kalon dhe më mirë bëhet, po besoj që jemi gjithë të gatshëm të bëjmë atë që kërkon trajneri dhe të japim maksimumin në fushë. Ndeshja Shqipëri-Izrael do të luhet të mërkurën duke nisur nga ora 20 në stadiumin Air Albania.